Veç... Po më kujtohet se onca e ngjajshme që ishte para një muaji, as nuk filloi votimi në mënyrë korrekte atëherë, sepse u konstatuar që nuk ka kvorum. Tash nuk e di me çfarë pse atëherë ka qenë ndryshe, tash ndryshe, po Veç me pas parasysh që 2 deputet nga koalicioni i qeverisës kanë mungu, 64 deputet nga 66. Edhe një votë pa lëshme që mendoj që është e qëllimshme zakonisht se nuk mund me gabu. Ama veç që për 2 kandidatura duhen nga paktën 30 nënshkrime. Që ata 30 nënshkrime që është pas kanë ndru mendën, që e kanë dorë shtatigjen, e tash degradimi i pandalshëm i institucioneve të këtij vendi është vazhdu, fatkeqësisht. Unë me të vërtet nuk po e shoh as çka ju dash që kjo, as pse po e shtyjnë tash për nesër. Nëse doj me folë, se më dëgjova dhe juve ma herët pak, më pajtona me Astritin shumicën e çka tha, nëse vazhdon votimi, në këtë mënyrë na jemi të folë për një grushtet. Ne jemi të folë për nxjerrjen e këtij vendi prej sistemit kushtetues. Është shumë e qartë që duhet me qenë 2/3, edhe çdo devijim nga kjo, i bën që Albin Kurti nuk e ka ndërmend me përfill rendin kushtetues. Nëse vazhdon, tash kjo që ka ndodhi sot, është e bën në aktin e parë, janë edhe 2 akte, domethënë 2 votime. Nuk konstatuja, domethënë këta sot. Sa vazhdojmë nesër. Vazhdojmë nesër nëse vazhdojmë me votim prap, i bën që po futen në teorikisht. Po vetëm se nuk u konstatua, pra seanca nuk u konstatua, seanca nuk konstatoi. Asa kishte korum, as u kry votimi, a u votu, a u zgjat presidenti, as u zgjat. Do me thonë, është një parodi e dhëmshme, është një parodi e dhëmshme. Se veç për politikan ka nevojë. Do me thonë, këto s'ja ka bërë kërkush Albin Kurtit, këto lojna në këtë situatë që jemi, do me thonë, mundësia e ka qenë, qysh fillim me vazhdu me shoqen e vetë Vjosa Osmani. Nuk ka dash me vazhdu, e ka pru vendin këtë krizë, tash e përrodhë një krizë 3. Tash tu tentativa është me përrodhu situata që kinë se me pas nevoj me shku prap gjykatë kushtetuese, me lëviz prap terminet e mundshme të zgjedhjeve, ose ndonjë një treg tjetër, po gjithsesi në dam të institucioneve, gjithsesi në dam demokracisë të vendit. Unë shpresoj me të vërtetë që qytetarët tash përfundimisht po e shohin se me kon kam punë, se nuk ka qenë kur në pyetje një kandidat konsensual, nuk ka qenë kur në pyetje mos bashkëpunimi i opozitës, por ka qenë gjithmonë pyetje ideja që presidenti të jetë i Albin Kurtit, jo çfarë shumë i vëvës sa i Albin Kurtit, sepse